Ish ministri i mbrojtjes Piro Vengu i dorëzoi detyrën ministrit të ri Ermal Nufi gjatë një ceremonie zyrtare të zhvilluar në garnizonin Skënderbej, një ditë pas betimit para presidentit të Republikës Bajram Begaj. Në fjalën e tij gjatë ceremonisë së dorëzimit të detyrës, Vengu përmendi investimet e realizuara për forcimin e kapaciteteve të institucioneve të sigurisë dhe për modernizimin e strukturave të mbrojtjes. Sipas tij, një nga zhvillimet më të rëndësishme ka qenë rindezja e industrisë ushtarake dhe forcimi i rolit të Shqipërisë si një aleat i besueshëm në kuadër të NATO-s. Në më pak se 2 vite kemi forcuar kapacitetet tona, kemi investuar te njeriu në uniformë, kemi ndërtuar aftësi reaguese, kemi rindezur motorët e industrisë ushtarake, kemi dëshmuar se Shqipëria mund të jetë një aleat i përkushtuar dhe i përgjegjshëm. Ministri i ri i mbrojtjes Ermal Nufi në fjalën e tij theksoi se shërbimi ndaj atdheut është një detyrë që kërkon sakrificë, por që mbetet gjithmonë një privilegj. Ai deklaroi se do të punojë për të forcuar më tej kapacitetet e sigurisë dhe mbrojtjes së vendit. Marr detyrën si ministri i mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë me një ndjenjë të thellë nderi, por mbi gjitha me një vetdije të plotë për përgjegjësinë që mbart ky institucion për sigurinë e vendit. Në këtë institucion ndërtohen çdo ditë themelet më të rëndësishme të shtetit, siguria e kombit, garancia e sovranitetit të Shqipërisë. Ministri i ri falenderoi kryeministrin Edi Rama për besimin e dhënë dhe shprehu respekt për paraardhësin e tij, Piro Vengu, për kontributin në modernizimin e forcave të armatosura. Ai theksoi se siguria e vendit ndërtohet çdo ditë nga puna dhe përkushtimi i ushtarakëve dhe institucioneve të mbrojtjes.